Gjatë javëve të fundit, dhe jo vetëm gjatë javëve të fundit, por dhe gjatë muajve të fundit, ka pasur fushata të ndryshme mediatike, të cilat janë intensifikuar duke portretizuar lëvizjen studentore si një revolucion me ngjyra. Kështu portretizohet që prej fillimit, por tani më po intensifikohet edhe më shumë kjo fushata mediatike. Gjithmonë fajsohen dhe turpërohen personat të cilat ndodhen pas këtij të ashtu quajtur revolucion, dhe gjithmonë janë duke thënë se ka për të pasur dhunë të organizuar nga studentët dhe grupet e tjera të cilët janë bashkuar me grupe studentore. Megjithatë, situata duket krejt të kundërta nga kjo, sepse dhuna mund të vijë vetëm nga ana e grupeve të ndryshme kriminale, të cilët tani më janë të veshur me uniforma policie dhe kanë uniforma nga më të ndryshmet. Mendoj se ai do të kërkojë për një lloj dhune në mënyrë që të përdori masat që ka parashikuar, megjithatë nuk do të jetë në gjendje që ta bëjë diçka të tillë, sepse nga jashtë ka shumë persona të cilët janë duke mbikëqyrë situatën nga afër dhe le të themi se ka qëllime intensive për të parandaluar dhunë në Ballkanin Perëndimor, sidomos në Serbi, pasi ka plot sfida përreth nesh. Për Evropën, sidomos është lufta në Ukrainë, lindjen e mesme, ka turbullime të ndryshme lidhur me aleancë perëndimore. Pra mendoj se ai nuk do të jetë në gjendje, ose shpresoj të paktën që ai nuk do të jetë në gjendje që të nxjisë dhunën në mënyrë që të angazhohet dhe të shkojë në një situatë emergjente. Megjithatë, gjuha e tillë nga ana e media, sidomos nga media online, nga portalet të ndryshme, pra këto grupe të cilat tani më janë uniforma dhe po ashtu keni dhe mbledhje nga më të ndryshmet në hapësira të ndryshme ku studentët duhet të zhvillojnë këto protestat. Janë po ashtu një mesazh. Po. Nuk jam e sigurt nëse ai ka për ta përdorur atë ose ai është duke mbuluar këtë gjë. Madje nuk mendoj se ai do të ketë mjaft kuraj për të menaxhuar situata komplet ndryshe nga ç'kishte dëshirë që prej fillimit. Po, zonja Biserko, më ka tërhequr vëmendjen dhe disa deklarata teje të forta të disa prej drejtuesve të Kishës Ortodokse Serbe, të cilët janë shprehur shumë kundër lëvizjes studentore, duke mbështetur fuqimisht presidentin Vučić. A është ky pozicioni i duhur i Kishës? Në fillim, pjesë e Kishës ishte duke mbështetur protestën e studentëve dhe dolën hapur me deklaratat e tyre. Megjithatë, Patriarku ka lidhje të ngushta me Moskën dhe në mënyrë që të dali si garant që presidenti Vučić do të bashkohej paradës të 9 marsit. Megjithatë, Putini nxori deklaratat të cilat ku ai ishte duke folur në mënyrë negative kundër lëvizjes së studentëve, tha që është një revolucion me ngjyra financuar nga jashtë dhe pashtu deklaroi se Serbia dëshiron që të jetë pranë Rusisë në këtë kohë të turbullt. Dhe Irina Bulević, e cila është figura kryesore pro-ruse në Kishë, ajo tha pranë botës ruse, po ashtu Rusia ka rritur presionin ndaj Vučićit, sepse Vučići konsiderohet si eksponenti më i fortë rus në këtë shtet. Sepse me Tomislav Nikolić dhe Vučić është duke u hapur pjesa është hapur dera ndikimit rus përsa i përket reformave kishtare, shërbimet të sigurisë e kështu me radhë. Dhe ky presion, kjo turysni është diçka e cila e mban larg Vučićin nga t'ju bashkuarit ose nga advokuarit për antarësim në Bashkimin Evropian. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ai ka marrë para 51 milion euro nga Bashkimi Evropian nga fondi i cili u ofrua për reformën në Ballkanin Perëndimor pas të nisjes së luftës në Ukrainë. Edhe mund të mbajmë mend se në atë kohë Bashkimi Evropian është duke punuar për politikën e zgjerimit dhe zgjeti fonde të ndryshme dhe mënyra të ndryshme. Pra në vend të antarësimit vendosi të ndihmonte këto shtete
që të reformoheshin në li sipas nevojës për të përafruar me Bashkimin Evropian. Pra kjo është situata aktuale, mund të themi se kjo është situata midis Brukselit dhe Rusisë. Vučić ishte duke shpresuar që presidenca e re në Shtetet e Bashkuara do të ishte në favor të ndryshimeve, por diçka tjetër nuk ka ndodhur dhe sanksione